إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Allah i ndëruar, ne falendrojmë Allahun subhanahu wa taala, i cili na ka kriju, na ka udhëzu, na ka dhënë mend me mendu. Falendrojmë Allahun subhanahu wa taala, i cili qiellin me yje zbukuroi, e boni gjutje kundër shejtanëve, orientim për njerëzit, në xhenet mëshira e tij, në xhehenem dënimi i ashpër i tij dhe në çdo send urtësia e tij. Pas falendrimit Allah subhanahu wa ta'ala, Allahu ju shpërbleft për ftesën, Allahu ju dhash bereqet, Allahu ja forcot zamrat këtë din, Allahu ja shtof vullnetin tëri në vdekje, që mos të dërzohni asnjëherë. Allahu ju shrizoft në khajr, kjo ummet ka nevojë për ju. Lusmi Allah subhanahu wa ta'ala që Allahu të na shrizon gjithve në khajr. Pas falendrimit Allah subhanahu wa ta'ala, vëllezërit që e kanë po e një temë të arsyeshme, i ftohti që ngroh zamrat. Njerëzit si zakon lëkurën ja ngrohen jakna, bundna, kapelja, dorezat e kështu me radhë. Kurse atë që të cilën ta ngroh shpirtin është fjala Allah subhanahu wa taala. Është ngjarja dhe adhurimi kur të adhuron Allahun subhanahu wa taala. Njeriu kur të lexon ajetet e Allahut, kur të dëgjon jetën e selefit, e sheh me atë ai afrohet te Allahu subhanahu wa taala dhe qetësohet shpirti i tij. Nuk janë fjalët ato që ta ngrohin zamrën. As nuk është dora, prejke që ta ngrohin zamrën. Është shpirti i cili deporton mes fjalës dhe zamrës, kjo është që ta ngrohin zamrën. Momenti, çasti dhe niyeti i pastërt. Keni pa, sa herë njerëzit kanë fjalë të bukura dhe të mira, por nuk depërtojnë në zemër. Sa herë njerëzit kanë radhitje të fjalëve, sa herë reklamat janë të mëdha dhe të fuqishme, por efekti nuk kanë, sa ajo vetëm e ka prek veshin, e ka prek dorën, por se ka prek zemrën. E lusmi Allahun subhanahu wa taala që Allahu t'i bën zemrat tona, ki dimën që t'i ngroh zemrat tona. Se prej mirësive të këtij dini, të stinës së dimrit, është që Allahu subhanahu wa taala bën që njerëzit të rinë afër, familja të ri më afër, të mlidhen rreth nxeftit dhe koftorit, edhe pse sot nuk ka koftore, por si zakon njeriu është më afër. Për njeriu ai nit martuat këta ja. Jo, Allah ju martoft. Allah ju dhash gratë të devotshme full oprem. Do thot edhe njeriu edhe dimrit është më afër në bashortën e vet. Se detyrohesh. Do thot, sa është ftoft. Kështu që selefja kanë konsideruar ibadet këtë. Ibn Abi Shejbe ka thënë kështu më radh Terica Fatimia radhiyallahu anha thot kur kam hite pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot e kam gjetë pejgamberin Allahut me Aisha radhiyallahu anha me një mbulesë, me një organ. Do thot që vet stina e dimrit të bën që të afrohesh. Por ajo më e madhja është që ti kur të afrohesh te Allahu subhanahu wa taala me adhurim. Ajo të qetëson zemrën. E stina e dimrit është një ibadet që bëhet në veti. Është një bereqet, një mirësi që na ka dhënë Allahu subhanahu wa taala. E pjesa e parë është që në stinën e dimrit na tregon Allahu subhanahu wa taala me disa ndodhi që ndodhin në stinën e dimrit për fuqinë e tij. Na bën që ne ta kujtojmë Allahun subhanahu wa taala, të meditojmë në krijesat e Allahut subhanahu wa taala, të dimë se këto ndodhi që ndodhen në stinën e dimrit janë prej anës të Allahut subhanahu wa taala, nuk ka të bëjë dora e njerit asesi. Drimi, shkurtimi i ditës,
zgjata e natës, ftofti i madh, shivi, breshni, era, bumbullima, rufeja, vetima, do thotë gjonat që ndodhin gjatë stinës së dimrit nuk janë ato që ndodhin rregullisht gjatë stinës së verës. Por kjo është mirësi prej anës të Allahut subhanahu wa taala që Allah i ka bërë stinë të ndrojnë. Dimri, pranvera, vera, vjeshta, nata e gatë, dita e shkurt, gjithë këto janë që njeriu mos t'i bëhet monoton një sezon. Kjo është përmirësi, kjo është për të mirat e njerëzive, për krijesa që Allahu subhanahu wa taala i ka kriju Allahu subhanahu wa taala. Për këtë Allahu subhanahu wa taala thot: "Wa ja'ala lakum sarabila taqikumul harra wa sarabila taqikum ba'sakum." Allahu subhanahu wa taala thot ju ka bën juve petk i cili ju mburon juve prej nxehtit. Po ashtu ju ka bën petk i cili ju mburon juve kur dilni në front. Automatikisht kur cek Allahu subhanahu wa taala ju ka bën juve petk që ju mbron prej nxehtit, edhe ka petk i cili na mbron prej kujt? Prej ftoftit. Do të stina e dimrit është një stinë që sahabët radhiyallahu anhum nuk i ka pengu as bora. E dini ngjarjen e Ibn Omerit radhiyallahu anhu, i cili ka mbet në Azerbajxhan 6 muaj për shkak borës. 6 muaj kam prit, derisa të shkrihet bora e pastaj të kthehen në qytetin e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Do të thotë në kohën e ftoft, sahabët radhiyallahu anhum, ata kanë ecë dhe e kanë shpërndar dinin e Allahut subhanahu wa taala, kanë sakrifikuar për fen e Allahut subhanahu wa taala. Të njëjtën kohë, kjo ka shpërblimin e madh, se nuk është e barabartë ai i cili kur koha e mirë, e pranvera, lehtësimet, kënaqësitë e si është dimri. Për shkak se në dimër ke vështirësi. Të paraqiten vështirësi të cilat normal është veç vullneti i madh që e bën njeriu të lënë dyshekin e ngrohtë, të nxehtë dhe të dalë në xhami me fal namazin e sabahit. I la angazhimet e veta dhe del rrugës së ftoftë. Çka është njeriu këtë? E shtin se kur ta kujton që një ditë do të ketë nevojë për këtë adhurim që e bën për Allahun subhanahu wa taala, e motivon veten me fjalën e Omar ibn Khattabit radhiyallahu anhu që thotë që stina e dimrit është fitim i madh për ata që i bëjnë ibadet Allahut, për ata që që adhurojnë Allahun subhanahu wa taala. Abdullah ibn Mas'udi thotë, mirë se na vjen dimën, sezona e dimrit, për shkak se në këtë sezon zbret rahmeti Allahut subhanahu wa taala. Nata është e gatë për me fal namaz nate, kurse dita është e shkurt që me agjërue ditën. Thot Hasan al-Basriu, sa koha e mirë, sa stina e mirë është stina e dimrit për besimtarin. Pse? Se mund të bën shumë vepra të mira. E besimtari duhet të ndalë të mediton në këtë stinë. Se Allah subhanahu wa taala thot yuqallibu al-layla wan-nahar inna fi dhalika la'ibratan li ulil absar. Allah subhanahu wa taala ndron natën dhe ditën. Vjen nata dhe vjen dita, ecë njëna me tjetrën ndron. Po ashtu njëherë stinën e dimrit nata është e gatë, dita e shkurt. Selefi rahimullah radhiyallahu anhum, ata kanë menduar çdo moment, çdo stinë si të shfrytëzojnë kohën dhe si të adhurojnë Allahun subhanahu wa taala. Janë pyet prej selefit, ka thonë hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e dini që njeriu kur del me vizitu një të smur, sa mi melek bën istighfar për atë njerin? 70.000. Kanë thonë, kur është ma mirë me shku me vizitu njerin e smut? Ka thonë, nëse o koha e verës, shkojni në mëngjes, se dita e gjatë, 70.000 melek bën istighfar për ti. Thot, nëse është këstina e dimrit, shkojni pas akşamit, se nata është e gatë, me shfrytzuat istighfarin që bëjnë melaqet për atë person i cili del dhe ban vizit. E kjo është do të thotë që njeriu stina e dimrit e ban që të afrohet te Allahu subhanahu wa taala. Se njeriu kur të ndalet dhe të mediton këtë stinë, çfarë mirësie ka bo Allah subhanahu wa taala,
atëherë që thot Ibn Qayyim el-Jauzi në këtë stin, është na jep një mësim se natyra e njeriut, kur vjen koha e dimrit, nxefti hikan mrena. Dimrit e nxer ujin pi bunarit i ngrohet. Verës kur e nxer, është i ftohet. Do thot, shiko çfarë mirësia Allahu subhanahu wa taala. Kur vjen pranvera, gjithë ato fara, ato që kanë gjujt para dimrit, kur vjen pranvera, çka? Fillojnë vetëm të paraqiten. Po kur të vjen vera, atëherë vetëm se e marmin dhe e kormi frutin. Kur të vjen jeshta, është një balancë mes dimrit dhe verës, që njeri zë dhe adaptohet për një stinë ma e vështirë. Pastaj stina e dimrit është që neve na përgadit shpirtin, na përgadit fizikisht, që ne të ka mundësi të ballafaqosh me gjëra të vështira, me gjëra të rënda. Se jeta nuk është vetëm knatësi, jeta nuk është që ti veç do të shihesh sendet e mira, po ka mundësi gjatë jetës do të sprovohesh me gjëra të vështira. E dimri është një prej tyre që të përgadit shpirtin, që ti të jesh gati çdo herë, pa marrë parasysh çfarë do stine të vjen apo situate, ti të jesh afër Allahut subhanahu wa taala dhe të sakrifikosh për Allahun subhanahu wa taala. Prej mirësive Allahu subhanahu wa taala që e kena ndimër është shiu. Allahu subhanahu wa taala thot waj'alna min al-ma'i kulli shay hayy afala yu'minun, thot na çdo san e kena bon të jetë e gjallë prej ujit. Esenca e gjallëresave është uji. Nëse e marrëmi dhe shikojmë dash për kafshën, dash për shpenzën, dash për njerëzit, nëse nuk ka ujë, mbaron çdo sant. E kjo është një mirësi prej mirësive të Allahut subhanahu wa taala. Vetëm kaq jo, Allahu subhanahu thot wa anzalna minas samai ma'an tahura. Ne ju kena zbrit prej qiellit ujë të pastër, tregon që uji i pastër ti mush mu la, mush mu me pi, mush me marr abdes, mush me marr gusull, është i pastër. Allahu subhanahu wa taala ta ka garantuar këtë. Allahu subhanahu wa taala na tregon dhe thot wa anzalna minas samai ma'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum. Allahu thot ne kena zbrit prej qiell ujë i cili është sebeb dhe shkak që dalën frute prej tokës që është rrezik për ju që të hani dhe të pini. Allahu subhanahu wa taala na nxit neve në Kur'an, që këtë shi që e shohim tash dimrit, e shohim Allahu na nxit që ne të meditojmë që një ditë neje këtë mirësi prej kujt e kemi. Allahu thot afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun a antum anzaltumuhu min al-muzni am nahnu al-munzilun. A jeni duke pa çat ujë që e pini? Thot, a ju e keni zbrit prej rreve apo ne? Kush? Dalu, mediton në ta, mediton në këtë krijesën Allahut subhanahu wa taala. Pastaj Allahu subhanahu wa taala na ka treguar që Allahu subhanahu wa taala gjatë stinës së dimrit çon edhe vetimin. Që Allah subhanahu wa taala yurikum al-barqa khawfan wa tam'a. Najher ajo ju frikson, por najher ajo ju gëzon. Najher kur vjen vetima e shese ka mundësi në dënim për dikant, në dëshkim për dikant, po ka mundësi najher vjen rahmet prej anës të Allahut, pas asaj bie shiu dhe ngjallët toka, si ka thonë Allahu subhanahu wa ta'ala. Allahu subhanahu wa ta'ala po ashtu thot wa yursilis sawa'iqa fayusibu biha man yasha. Allahu subhanahu wa ta'ala thot dërgon rrafet, zjarm, thot dhe e godet kalta dot Allahu subhanahu wa ta'ala. Do thot gjithë këto krijesat Allahut janë që neve të na bajnë që ta shikojmë imanin ton, besimin ton si e kena me Allahun subhanahu wa ta'ala. Do thot nuk është rastisht është dimri, është sezon që kalon, duhet blejna tesha të trasha, duhet blejna kpuca të forta dhe mbaron. Jo, kjo është që neve na tregojnë gjithë këto krijesa, këto ndodhi që ndodhin, ka mundësi brenda ditës gjithë, na kujton neve çka? Na kujton që këto gjithë janë prej anës të Allahut subhanahu wa taala, me lejen e Allahut subhanahu wa taala, dhe ne duhet patjetër të nështrohemi Allahut subhanahu wa taala. Allahu subhanahu wa taala, po ashtu thot, wa yusabbihu ar-ra'da bihamdi. Dhe bumbullima është që e lavdron Allahun subhanahu wa taala. Shikoni
sa vepra, sa ndodhi ka mundësi për një çast ndodhin. Në çast, momente. Njeriu sa për njerëzve tutën kur bumbullon. A dini se ka njerëzi mshelën, hindër tavolina, hindër kreveta, hindër për rregalla? A keni dëgjuar? Frikson shumë. Allah i na ruajt. Alhamdulillah që Allah subhanahu wa taala nuk na ka bë prej tyne. Na ka bë që ne mundar dhe me falendru Allahun subhanahu wa taala dhe me kërkue mbrojtje prej onës të Allahut subhanahu wa taala, se ka pas prej selefit kanë thonë kur e kanë dëgju bubullimin kanë thonë kjo është një kërcënim i fortë prej onës të Allahut subhanahu wa taala për banorët e tokës. Ka po jetë duke me makinë duke ecë kur dëgjon ndonjëherë ndaj bubullim, trishtohesh. Veç që ka do të vjen, çka do të ndodhje. E ne duhet me falendru Allahun subhanahu wa ta'ala. Prej mirësive që ndodh është edhe frima. Allahu subhanahu wa ta'ala është që edhe frimen e ka bo Allahu subhanahu wa ta'ala një ushtar prej ushtarëve të tij. Do thot Allahu subhanahu wa ta'ala i ka dhënë shumë role i ecrrit. Po është kon për udhtim për Sulejmanin alayhi salatu wassalam. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot pejgamberi alayhi salatu wassalam që para kiametit do të del një frim prej Yemenit, e but si mëndafshi, dhe do t'i marrë shpirtat e besimtarve. Ushtri prej ushtrisë të Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe kjo është shkak që edhe frima e bie e mba shiun. Përket pejgamberi alayhi salatu wassalam, një sunet i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që kur bie shi, që thot Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, thot ishim me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe ra shi. Tha kur ra shi, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shpaloi një pjesë të trupit të vet që ta kapje shiu. Fa qulna ya Rasulullah, lima sanata hadha? I tham ja Rasulullah, pse veprove kat? Përgjigja ishte e pejgamberit alayhi salatu wasallam, tha për shkak se sapo ka ardhur nga Zoti i tij. Shiu. Kuptuat? Do thot një sunat që kur të bie shi mos hikmi. Po të ndalmi, ta lagmi kokën ton, po edhe trupin ton. Ibn Abbas radhiyallahu anhuma thot kur ka ra shi i ka thon voglushit të tij, nxerë dyshekin tim, nxeri enët e mia që kishi ti kapje këto. I ka thon Ebul Gjauza, ja Ibn Abbas, përse e bon këtë Allahut të mëshiroft? Tha nuk e ke lexuar ajetin e Allahut në Kur'an, ku thot Allahu subhanahu wa ta'ala wa nazzalna minas samai ma'an mubaraka. Thot a nuk e ke dëgjuar që Allahu thot ne kena zbrit prej qiellit ujë të bekuar? Që shumica e njerëzive këtë sunet nuk e praktikojnë. A dini sa njerëzi kanë probleme dhe telashe, smuje që as mjekësia, as rukjetxhet, as sihirbast, as psikologët, si u kanë gjetë? Pravoje këtë. Kur të bie shi, dilën shi. Luta Allahun subhanahu wa ta'ala. Lagë trupin tënd me këtë shi, i cili zbret prej qiellit i bereqetshëm. Ibn Abbasi edhe dyshekin e kanë nxjerr. Edhe enët i kanë nxjerr. Se këto e kanë kuptuar fjalën e Allahut subhanahu wa ta'ala. Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, kur bike shi, dilke dhe fshinke kokën e tij dhe fytyrën dhe trupin e tij dhe thojke, ki ujë ka zbrit i bereqetshëm, nuk e ka kap as dorë as en. As dorë as en. Për këtë arsye është kur të shihni ndajherë, dilni, lutni Allahun subhanahu wa ta'ala, lonja trupin, fërkonja trupin, se kjo është sunneti pejgamberit alayhi salatu wassalam. Për këtë besimtari çdo duhet ndalet në këto krijesa dhe të mediton, që nuk janë rastësisht që i ka kriju Allah subhanahu wa ta'ala. Nuk janë rastësisht këto krijesa. Ndalës nëse merr dhe hulumton edhe lexon Kur'anin, dhe shoh që to gjithë janë ushtri për ushtrisë të Allahut subhanahu wa ta'ala. Sa prej popujve Allahu subhanahu wa ta'ala i ka shkatruar me ujë. Sa prej popujve Allahu subhanahu wa ta'ala i ka shkatruar me frim. Sa prej popujve Allahu subhanahu wa ta'ala i ka shkatruar me bumbullim. Ju ka plas, damor, zamra, këtë pjesë, organet e trupit. Allahu subhanahu wa ta'ala nuk e shkatroi popullin
e Nuhit alayhi salatu wassalam me shi, që ju lutë Allahu subhanahu wa taala fada'a rabbahu anni maghlubun fantasir. Ju lutë Allahu subhanahu wa taala Nuhi alayhi salatu wassalam 950 vjet davet o vëllezër. Në 2 javë, 1 javë, mërzit misull, zukur ku shpelon krejt. 950 vjet. 950 vite davet. Dhe pastaj kur e ka po që ki popull nuk merr vesh, ka thonë ja Rab, unë jam I munduar për popullit tim, mora. Andaj më ndihmo, inni maghlubun fantasir, ndihmo. Allahu subhanahu wa taala I thot qiellit, hajde lëshoje çat shiçi, mjegullat çka janë nalt. Tokës burimeve thot edhe ju uji çka është mbrenda, nxjerrna jashtë, të bon këto dy ujnat, ujti I qiellit dhe I tokës që ka brendësinën e tokës dhe Allahu subhanahu wa taala shkatron atë popull të cilët nuk I nështroshin Allahu subhanahu wa taala. Popullin e Adit, popullin e Sebet, Allahu subhanahu wa taala fa'aradu fa'arsalna alejhim sejl al-arami. Thot ata muhuan, ata nuk I nështruat urdhave të Allahut subhanahu wa taala, dhe ne the ja u dërguam atyre çka vërshimin e aremi, do thot ujë me bollok. Edhe Allah subhanahu wa taala ja ka prish pendën e tyre dhe I ka shkatruar popull. Pasi që I kanë pas mirësit, e bereqet, e lumturi, e harmoni, por Allahu ja ka marrë momentin kur ata I kanë mohuar të mirat Allahut subhanahu wa taala. A nuk ndodhi tsunami? A nuk ndodhin vërshimet në përbot? Ne I shohëm. Për një sekond, për një çast, ndryshon gjendja. Friksohesh të dash në rrugë. E çdo herë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që thot Aisha radhiyallahu anha, thot kur dilshin mjegullat u friksofte, ndryshofke fytyra e Resulullahit sallallahu alaihi wasallam. Thot ne shkoj ke para, ne shkoj ke mrapa. Dhe Aisha radhiyallahu anha I ka thonë ja Rasulullah, pse kështu? Çka po ndodh? Njerëzit po gëzohen se po vin rrejt, do të bëre shi. Thot ja Aisha, a din se në popullin më herët që kanë kur ju kanë dalë mjegullat, kanë menduar se do të ju bëre Allahu shi, por ai edhe kom dënimi Allahut subhanahu wa taala, kur I ka pa që bin pikat e shiut qet, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka rahatue. Edhe ka bo dua. Sallallahu alaihi wasallam. Edhe na kur bie shi duhet të friksohemi, kur del era e fuqishme duhet të friksohemi, kur do të bubullima, rrofejet, do thot ne duhet ta lutmi Allahun subhanahu wa taala që Allahu të na mburojë neve dhe të na shputon prej popullit zullumçar. Këto ishin në aspektin në anën e besimit, në anën që me tregu njerëzve që këto janë dorën e Allahut, s'ka dorë askush për njerëzive, për krijesave. Po më parasysh ato sa duhen që të flasin, sa duhen që të bien dyshime. Këto janë dorën e Allahut subhanahu wa taala. Këto janë ajetet e Allahut subhanahu wa taala që Allahu na flet neve në Kur'an. Ana tjetër, pastaj kur do rahatohesh këto, qetësohet zamra, kënaqet zamra. Kur ta di se çdo sa të mëkaderin Allahut, atëherë ti rahatohesh. E pjesa tjetër, e cila është që ta ngro zamrën, është ibadeti. Adhurimi ndaj Allahut subhanahu wa taala. Lidh raportet me Allahun subhanahu wa taala. Sa kujdesmi ne me lidh raportet me njerëzit. Sa kurse bajmë për menaxhim. Sa kurse bajmë për dizajn. Sa kurse bajmë për informatik. Sa kurse bajmë për çka? Për një rrugë. Sa është e sigurt? Allahu alem. E na, sa mundohemi që temi afër Allahut subhanahu wa taala. Për këtë arsye tash është sezoni që është hapësira që të afrohemi te Allahu subhanahu wa taala. Prej veprave që të afron te Allahu subhanahu wa taala është agjërimi. Që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nga Enes radhiyallahu anhu, që ka thonë agjërimi në stinën e dimrit është një ganimet, është një fitim I madh, një fitim I lehtë, që mundesh me fitu shumë. Pse? Se dita e shkurt. Dhe fiton ti shumë. As etjen nuk e ke, po as lodhjen. Koha e shkurt.
Në anën tjetër ti ke fitu shumë të Allahu subhanahu wa taala. E sidomos për ata të cilët kanë pas smujës, kanë mujt me agjëru Ramazan, apo që është sunnet, do të thotë ditët e bardha, apo ditën e hënë, ditën e enjte, apo një ditë po, një ditë jo. Do të thotë është mirë që gjatë kësaj stine ne të shfrytëzojmë agjërimin, që të afrohemi te Allahu subhanahu wa taala, se një ditë e agjërimit të largon fytyrën 70 pranvera prej zjarmit të xhehenemit. E tash është mundësia, jemi shnosh, jemi mirë, atëherë çka bëjmë? Që me këtë vepër ne të afrohemi te Allahu subhanahu wa taala. Prej veprave të mira që është në Ramazan, në dimër, është që njeriu të kujdeset çështjen e abdestit. Se është një vepër e cila ti ngrit shkallët në xhenetin e Allahut subhanahu wa taala, e cila ti fshin gabimet dhe mëkatet që i ke. Që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, a doni diçka t'ju tregoj e cila ja ufshin gjunahat? Disa prej ulemave ka thonë ja ufshin prej regjistrës të kiramu katibin që i regjistrojnë. Do të ja fal. Disa kanë thonë që ja fal Allahu subhanahu wa taala gjunahat. E cila është, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, me marr abdesin, me u kujdes çështjen e abdestit kur është ftoft, kur është vështirë. Nëse po flasim brenda o vëllezër. Së mrenda, alhamdulillah, këtë nxeft, ujtë ngroft, klim po, shtëpiat krejt më e mira se njëna se tjetra, bollok, alhamdulillah, prej anës të Allahut subhanahu wa taala. Por kjo është kur ti je jashtë, najherë në udhtim, po najherë ke dalë në piknik, najherë ke dalë në pushim, e shet që do t'i rosh të marrësh ujtin e ftohtë, po do t'i rosh të marrësh në borë. E kjo është që ta bësh në këtë moment, që hapish hakin e abdestit. Do thot, jo piftoftit, vetëm pak burrill ti, shpalem se ftoft edhe këcejmë. Jo, atër çka është valla për kam dëgjuar që nëherë edhe nëherë me i lakrat është sunet. E tash sa më shpejt nëherë, edhe të mbaroje. Jo, me tentune, me kënaq Allahun subhanahu wa taala, me zbatu sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam 3 herë, edhe pse është ftoft, edhe pse nefsi nuk ta don. A e dini si e ka përshkruajtur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Ka thënë dhalika ribat. Ribat është ribat, i thënë edhe fjalës njeriu ushtari, luftari kuron pik e ruan kufinin mos një armiku, mos ta shkelje pikën, mos ta shkelje kufinin tant. Ka prej fjalës të rropt që e lidh. Për shembull se ushtari kur shkon në pikën roje, mos ta shkelje armiku pikën tonë të kufinit, çka bën? E lidh përpara se lefi që kanë pas. Kuaj deve. Ata e le të jetë se ka dojë po e lidhen. Edhe i rria ti. Edhe ti çka ban? Në pik, a hecë në flen? Jo, ti duhet si 5 dinar. 2 euro. Edhe çka? Edhe lidhesh në atë pik, zguxon me lëvrit. Edhe kjo është njëjtë çështja e abdestit. Ka konsideruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtë lodhje, këtë sakrifis që e ban, është njësoj si një luftar i cili rin pik, ruan që armiku mos ta shkelje pikën, mos të hijen territorin tan. Tregohet prej selefi që një ngjarje shumë e bukur e mirë për edukatën e një djaloshit i cili është sjell shumë e ka respektu babën e vet mirë. Babë e birë kanë rronë burg. Por ju ka qullu stina e dimrit, sigur ne tash ka jena. E tash në burg, s'ka kajde, s'ka menze ujin, s'ka ujnë nxeft, s'ka bëler. Allah i na rujt, inshallah nuk s'pravofna. Dikush thot, jo, duhet me dresja e Jusufit alayhis salam, njoni ma voni, thash, o Allah ti pravoje me dresën e Jusufit alayhis salatu wassalam, unë dhe e pravojt Muhammedit alayhis salatu wassalam. Aty si të mosh pravoje me dresën e Jusufit alayhis salatu wassalam. Do thot, ki që ka bo, tërnatën i brikin që e ka pas, përpara me i brika. E ka marr i brikin ki djal, e kanë gjitë për barkin e ti, e kanë bajt tërnatën, deri namaz sabahit. Kur ka qenë sabah, u ka vok. E thoni u ka vok pak? Ujti u ka vok, edhe u ka bo pak, e ka thi atë ftoftin, edhe i ka dhon abdes me marr babës vet. Përëmdoni, e tash, mashallah, mashallah, u di çfarë sakrifice. A bëna me ujt ftoft akëll me marr tash në shtëpi, në banesë, para se me donë sabah? Këta po folën për jashtë. Allah subhanahu wa taala nuk na ka prun këtë din me na vështërsue.
Ki din ka ardhur me na lehtësu neve. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ju ka dhënë hapësira me zgjedhje, ka zgjedhë cila vepër është më e lehtë. E ke mundsinë ngrot, merr me ngrot vëlla, mos e bën azab veten. Po të bjen ftoft, atëherë ftoft vëlla, shkon te xhamia, tumri te xhamia, shkoj abdesti. Çka bën? Të shëndërvoni xhamis atëherë bën sabër. Loj ka 3 herë, edhe njërë këtu nalt, se sa ma shumë, që është ma shumë dritë kiamet keme bo. Se besimtarët do të dallohen me gjymtyrët e abdesit në kiamet. Nëse ke bo dritë, i ke lojt të rishtu ke dritë. Po nëse ke të rishtu. Abu Hurajra thonë të riktu i ka lojt. Pse që që bëjnë kratë dritë ma shumë. Edhe ne të mundohemi që kratë tonë, kur tjetë ftoft, t'i lojnë në momentin e kur o ftoft sa ma shumë. Se të na bëjnë dritë, se kena nevoj për dritë në ditën e kiametit. Prej mirësive që duhet njeriu që të afrohet Allah subhanahu wa taala është namazi natës. Tash, alhamdulillah, nata e gatë. Ka vakt me fal yatsin. Ka vakt me ngu ders. Ka vakt me pi një çaj me grua me fëmijë. E ju beqartë Allah me vllazni pi një çaj ju. Ose bëjnë një dua sa më shpejt. Do thot ke ka me flet plus ke ka për me çu namaz natë me fal. Para mendoni sa kohë e gatës. E tash, ku na shkon koha neve? Janë kantar, e thënë kantar. Në lojna të çuditshme. Unë herë nguzi kërpishat të tritha, ma mbaritet me shliru gazën të një dikund. Kur përdo ku jeni o, pijamis, në drejnë sabaku këtë, kem valla lujtë me di. Mashallah, ta ma arritet me shliru deri dikund gazën bere, di, të një sabah. Dhe thot, të një sabah në loj. Hajde njeri ka nevoj me u dofru pak, di, por jo tërnatën. Dhe thot, e ne të shfridzojmë, ne pretendojmë që ne dojna pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, pretendojmë që ne i dojna sahabët radhiyallahu anhum. Atëherë pse ne nuk ecna pas sahabëve të tyre? Allah subhanahu wa taala i ka përshkruajtur dhe ka thënë: "Wa kanu qalilan min al-layli ma yahjaun." Ata shumë pak kanë flet natën. Abu Hurajra radhiyallahu anhu e ka ndajt 3 pjesë natën. Me roje. U ka çu ka fal namaz Abu Hurajra, e ka çu gruan. Ka fal gruaja, ka ra me fjet, e kanë çu robin. Do thot, shikoni si kanë kaluar të natën. Na dhurim të Allahut subhanahu wa taala, se vetmja është që do të na sjellë dobi neve kjo. Zakoni njerëzive të mirë që ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Është kjo që të ban që të hinan xhennetin e Allahut subhanahu wa taala. Namazi natës është shkak që të hinan xhennetin e Allahut subhanahu wa taala. Thot Safuani rahimahullah, është kanë Safuani për njerëzit që kanë bëj ibadet Allahut subhanahu wa taala. Thot, ishim që në stinën e dimrit, kur qoshim me fal namaz natë, u veshim me petk të holl. A dini pse? Mos me jardë gjumi. Se kur të ashlosh në zemftin, veshë shtrash, hoxha knan t'i veç krije që kënë të poshtë, imami. Edhe thë, kur dhe të ambaroje? Se lefi, thot Safuani rahimullah, thot veshim petk të holl që të na largon gjumin. Thot kur na vikte kotmja, thot ne thot i gjojshim ujt të ftoft vetes. Dhe i thoshim, kjo ujt i ftoft është ma i letë se qelbi i xhehenemit. Thënë, qelb, papa, kelbi i xhehenemit. Dhe thot, ma miro tash të trishtohesh me ujt të ftoft, se sa të trishtohesh në xhehenem me kelb të xhehenemlive. Allah i na ruaj pizarin të xhehenemit. Thot Hasan Basriu, wa tubu ila rabbikum, thot pendoni te Allahut që të mujni të çoni të falni namaz natë. Thot Fudail ibn Iyad, kur prandoi ke dielli, tha u gëzofshëm që vjen nata. Pse? Tha që të vetmohem me Allahun subhanahu wa taala. Thot Hasan al-Banna rahimullah, daqaiq al-layl ghalia. Thot dakikat e natës janë të shtrenjta, thot mos ja ulni çmimin me xhum. Dakikat e natës janë shumë të shtrenjta. Mos ja ulni çmimin. Thot duke flet, duke kaluar kohën në xhum. Thot Yahya ibn Muadh, nata është e gjatë, mos e shkurto me xhum. Islami është shumë i pastër, mos e ndot me mëkatet tuaja.
Thot Ebu Husein, rahimullah, janë kanë që ka bo namaz natë shumë ki njeri, por thot kje ka pas një zakon e ka marrë një shtag, apo një thupër me veti. Edhe u ka falë, kër e ka pas që ju kanë lodhë kënd, ju kam shuhe. Thot ju e meritoni që ti e kënë ma shumë se kafsha ime. Thot quni bëjnë ibadet Allahut, thot se du më ushtime sahabët, radi Allah në hutën haudi. E dini haudin, hadithin, që ti takoj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam umetin e vetë. Para me ndo, këto kanë ndrua dhe kanë lakmua që ne t'japna një mesazh që sahabët kanë vdek, por kanë lënë burra mbrapa, të cilët ecin pas hapave të sahabëve radhiyallahu anhum. Prej veprave që të afron te Allahu subhanahu wa taala është istighfari. Allahu subhanahu wa taala thot: "Wa bil ashari hum yastaghfirun", dhe ato në kohën e sifirit janë që bëjnë istighfar. Pas namaz natës bëjnë istighfar. Pse se koha është kohë e bereqetshme, është koha ku pranon duat, është koha ku Allahu t'i fal gjunahet. Atëherë pse ta humbi këtë kohë? Pasi që ka alhamdulillah tash. Dhe është leximi i Kur'anit, i cili lidhet me këto, se patjetër për me bëna namaz natë dhe istighfar ti duhet të lexosh Kur'an. E Kur'ani Allah e zëredini që është që do të na ndërmjetëson në ditën e Kiametit. Është tregti më i mirë që na ka lënë Allahu subhanahu wa taala, Allahu subhanahu wa taala. Është shkak që na shpëton prej zjarmit të xhehenemit, është që na ndërton zamrën dhe na edukon zamrën, është që ta qetëson zamrën. Për këtë Othman ibn Affani ka thonë, me konë që zamrat janë pastërta, nuk do të ngopshin prej leximit të Kur'anit, prej fjalës të Allahut subhanahu wa ta'ala. Thot Ubejd ibn Umair, thot kur vjen ke Ramazani i thoke ja ahlul Kur'an, o njerëzit e Kur'anit, tale lejlukum, thot nata juaj është e gjatë për të lexuar dhe lexoni, thot dita është shkurtuar për agjërim dhe agjëroni. Po ashtu është prej mirësive që duhet ne ta shfrytëzojmë, është që mos t'i harrojmë ata të cilët kanë nevojë. Do thot, pavarësisht nëse në familje s'kena, ndoshta në mahall, nëse nuk kena në mahall, ndoshta ka në Prishtinë, nëse nuk ka në Prishtinë, ndoshta ka pak Matanej, po nëse nuk ka këtë rrethin tonë, ndoshta ka Maqedonia dikund, apo ka Shqipëria, po nëse nuk ka këtë territorin tonë, ndoshta ka dikush tjetër nevojë për diçka, për një cent tandin, për një euro tandin ka mundësi. E selefi lethi rahimullah, kur vin ke dimër i shkoj ke kërkoj ke fukarat, ju ip ke mjalt, ju ip ke tli të lopos, ju ip ke ushqim që janë ngroft të trupin, edhe që i forcoj ke fukarat. Nuk i shkoj ke i ip ke prej sendeve më të dopta. Pastaj çështja e sadakajës, ndihma, zgatja e dorës, është që të largon ti truan prej shumë belajave, shumë telashe që ne nuk i dim. Që ne nuk i dim. Prej një ngjarje të mirë që kam lexu, një grua ka pa një ëndër për një kushrinin e vet se e ka fshon një gjarpën helmues dhe e mit. Në herë, 2, 3, edhe kjo trishtohet, shkonte, thot more filan, më ka ndodhur çështu. Ëndër thot, është amon kujdi, jam friksu. Ti të hin tuta. Çka ban? Kujtohet, i thirr këtë dashamir të shokt, kushrint, shkon i blen 2 deshnit fort, të mirë. Je sadakate, ma lirë, këtë kotë sa kodon, se në mba vetën e vetë, fort, të mirë. Ty pret, ta pregadit ushqimin, e t'jo shtron darkan, e t'honat këtë t'u knaq, ki gjunoj shkrejet e ondra në krijiri. Qka ka me ndodhë veç atë gjarpnin? Ato hanë, knaqen, krejshin, ki ka siklet mrenda. Më rëndësi mbaron darka, edhe jetë një pjesë e delës e deshnive prej të thundra të ri të gjuni. Do të ta jesë ka shumë mish. Ta mon merë me hangër, e shti me zbukës, kujtot një plak ati në kushi, ka harru me, jo ka harru për realitet, edhe ka harru për edhe jo plak s'ka mujtë me ardhë. E merë qatë bukë, se hanë, ja që nësoj, thot, vallaj, kam betë që kjo kocë. Nuk ka shumë mish, vallaj kina harrue, pasha zotin. Jo, s'ka dertë e plak, vallaj që përblevë, falemenderë, ja qatë mish e gjunat kocë. Mbaron. Në sabat qohën fëmit, thënë o babi, abe një zhurë në diçka është një e tash më sabajt, rreth shpijes tonë, delaj, qka me e pa një gjarë, pan? Te e kushika, që ka ngrat mishin, e ka gjujtat kocin e komës, edhe ajo duke e thithaj gjarpni i ka hija i spici që e ka pre në fëlqin gjarpni dhe është mundue të usil që të nxeri atë kocin, ka mbrite të shpije e këti, ki kur e shet gjarpni, një kujtot ondra.
E thot, elhamdulillah që Allah ju shpëtoi. Shiko të thot sadakaja, nuk e din për çat kafshatat e shumta me ju dhon njerëzive, është që Allah subhanahu wa taala të ruan prej belajave, dhe fund është që ne duhet bëjmë tobe te Allah subhanahu wa taala, si jemi mëkatar, jemi që gabojmë, jemi që harrojmë, ndoshta harrojmë që ne ta falenderojmë Allah subhanahu wa taala për luksin, për mirësitë që na i ka dhënë Allah subhanahu wa taala. Sa Allah subhanahu wa taala thot, la in shakartum la azidannakum, nëse ju jeni mirënjohës unë do t'ja ushtoj, por nëse ju nuk jeni mirënjohës, dënimi Allah subhanahu wa taala është i rëndë. Dhe Allah thot, wa qala Musa in takfuru antum man fil ardi wa man fil ardi jami'an fa inna Allah laghanin hamid. Musa alayhi salatu wasalam ka thënë, nëse ju mohojni krejt që janë tokë, bëjnë kufër, e lën dinin e Allahut, thot Allah është pasanik. Allah është pasanik, s'ka nevojë për njerëzit. Për këtë ne duhet të falenderojmë Allahun për të mirat që na i ka dhënë. E pas asaj në pas asaj të me bë tobe. Në kohën Omar bin Abdulazizit ka ndodhur rrëfe, ka ndodhur bumbullime madhe, errësinë e madhe, dhe ka dalë dhe ju ka thonë popullit të vet, o ju njerëzi, shpejtojni shpejt, pendohuni te Allahu subhanahu wa taala dhe thuani si ka thonë Yunusi alayhi salatu wassalam, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. O Allah, nuk ka tjetër që meriton adhurimin përveç teje. Ne me të vërtetë jam kampi gabimtarve. Dhe thuani si tha baba jon Ademi alayhi salatu wassalam, Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin. O Allah, o Zoti jon, zalamna anfusana, i kena bë padrejtësi vetes tonë. Wa in lam taghfir lana, nëse ti nuk na fal, do t'jena në prej të humburve. Për këtë rregullisht di duat, ne duhet ta lutni Allahun subhanahu wa taala. Për këtë thot Abu Sulejman ad-Darani rahimahullah, thot kur bike bora, ai filloi ke me qajt shumë. Kur i shif ke fjollat e borës tura, niske me qajt shumë dhe i thosh, "Ja Abu Sulejman, çka është puna jote? Pse po qan kur pesha borë mar flat kënaq, kish një ambient i mirë, njerëzit kanë qef dalën të ecin kur bie borë." Thot, thot mua ma kujton bora atë ditë, thot fletushkat kur do të shpërndahen, kur do të shpërndahen mbi kokat tonë, e dënjon do të vjene ngjath, e dënjon të majt, dënjon para, e dënjon brapa, e thot bora ma kujton më ditën kur do të shpërndahen fletushkat. Shikojni ato, e mirësitë e dimrit o Lazar janë të shumta, por këtë zemrat tona vetëm adhurimi mund na ngrohe, leximi i Kur'anit, afërsimi me njëri tjetrit, falja e njëri tjetrit, mos t'i shohim gabimet e njëri tjetrit të vogla t'i harrojmë. Nëse duhet me kërku falje të kërkojmë falje, do të thotë nëse ka nevojë ta këshillojmë njëri ta këshillojmë, dhe në fund që thot Ubejdullah bin Wahab, çdo send ka një knatësi. Çdo send e ka një lezetllëk. Përveç se adhurimi ndaj Allahut ka 3 lezetllëket, 3 knatësi. E para thot është kur ta bësh ibadetin. Ke pa kur jep një sadaka, di një knatësi. Kur ta falish namazin, di një knatësi. E dita është, thot, çdo herë atë mirësi, atë ibadet që ke bërë, kur ta kujtosh, ta kujton knatësinë. Dhe e treta, thot është atë ditë kur do të hapë Allah subhanahu wa taala shpërblimin. Lusmi Allah subhanahu wa taala që Allah t'ju shpërblen për kohën që keni ndajt. Lus Allah subhanahu wa taala që Allah t'ju shpërblen për çdo hap që keni lëviz. Lus Allah subhanahu wa taala që Allahu të na bashkon gjithëve në xhennet al-Firdaus. Allahu ju nderoft, Allahu ju shpërbleft. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.